edhe sot për ju thirrë juve. Në Drenicë je tash, ë? Në Drenicën heroike. Hajde, në Drenicën heroike, nuk të pës fare se ku ka Lezet Bajrami më së shumti, sepse po nuk kuptoj që në Drenicë. Tregom ç'është është një ditë Bajrami, në fakt të diellën ç'është kemi nis ditën, tregom zotri. Po sot për pes, la ka hub krejt neve që ai jashtë. Po pse? Se sa atje se ngjynojmë kohë edhe s'kem Bajram kohë. Po mirë dhe, besoj disa vite i ke edhe e din që shfestohet Bajrami në Kosovë. Ku ka qenë edhe e fundit që ke festu Bajrami në Kosovë? Tash për para, kur ka njëtu këtu ka qenë shumë mirë. Po? Për para, dhe Po. shkojshin të shoqishoj, tash jo, valla, tash ka hupe edhe dashnia. E tash këtë djele, qa ki me bo, tregom? Një zënë. Vesh një po të thamë, Po. Drenicën edhe Dukazhinin lej për lufte tjera merr një. Së më tregove ende se qka ki me bo të djelën. Të dilën mas pari një motër e kam, që ato jenë 7 vllazni, një motër e kam, ta e shkoj. Mirë, falenderit shumë. Tha Drenicën edhe Dukazhinën. Po, baklava me lasit mirë spaten, në grunë së shvita është me gatu baklava këtë. E me qenë atje? A du të me bo baklava bashkëshortja? Apo vetëm këtu s'do me lonë? Jo, grunë kuja del me qitë, për pes del. Po pse s'do me lonë me bo në Drenicë tash, baklava? Betëm në bele. Urna? Këtu nuk është një mogje kërë, i thamë në restoran shkojmë hojna. Po në Gjermani apo në vendin që jeton? Kur atje kur nuk shkojnë në restoran me hangre veç kjo gatu. Po, vetëm bashortja gatuan. Po në Kosovë nuk e le me gatu, a? Ta këtu shkojnë në restoran, në hojna, pina. Po cila është arsye që nuk do me lënë gru me gatu këtu në Kosovë? Po po gatun atje, edhe po ka punu atje bëllë, që me lënë këtu ma. Mirë, e kuptushme, kjo ishte e mirë. Po don me u kujdes pak për bashortën, mirë. Në Drenicë